Kosova nuk ka nevojë për këtë gjykatë të veçantë, por këtë gjykatë të veçantë ka nevojë për kuvendin e Kosovës. Asnjë zyrtar i EULEX-it, asnjëherë, për asnjë gjë, nuk erdhi tash e 6 vjet që të raportojnë në këtë kuvend për punën që e kanë bërë e që nuk e kanë bërë. Të gjithë ne kemi parasysh se si në këta 6 vjet, krerët e EULEX-it dhe zyrtarët e ndryshëm të tij japin raport të punës së tyre në ligjërata në për kolegje private e në për tryeza të OJQ-ve, por kur në kuvendin e Kosovës. Pse duhet ripërtrir dikush që nuk të jep llogari nga ne që nuk marrim llogari? Nëse EULEX-i konsideron që nuk duhet të jap kurfar llogarie dhe përgjegjësie në këtë kuvend, atëherë le të vazhdoj pa këtë kuvend, apo jo? Të ripërtrihet EULEX-i nga kuvendi të cilit EULEX-i refuzon të jap llogari, do të thotë t'ia shtosh fyerjen plagës.